Përshëndetje për gjithë dëgjues të Radio Malisë e Kosovës. Jemi sot në Letnicë tek shkretorja e Zojës Sërnagore. Këtu mbas meje është vori i Anton Mariović, ku sot do të flasim pikërisht për varrin e tij. Me mund sot këtu është Monsinjor Don Luzhezhi, i cili do të na tregojë rreth historisë së varrit të Don Anton Mariović dhe veprës së tij si martir. Don Lush, mirë se erdhe, faleminderit që gjetët kohë, na tregoni historinë e këtij varri për gjithë ata shqiptarë që vinë tek Zoja e Sërnagore, por nuk e di historinë, vlerën dhe mrekullitë e Don Anton Mariovićit. Dhe i përshëndetje me hire dhe bekime për gjithë ata që vinë sot të Letnicë të Zoja e Letnicës apo Zoja e Sërnagore. Jemi para një varrit i cili flet, thret dhe dëshmon. Flet sepse është një mështar me prejardhje kroat, franceskan, Anton Mariović, i lindur në Starigrad të Hvarit në vitin 1803. Pse dhe si është lidhur fati i tij me popullin tonë, sidomos me kishën tonë, si që ka thënë i madhi i Zot Pjetër Bogdani, fati i popullit tim është fati im. Ky njeri ishte mështar misionar në Lezhë. Dhe në kohën e sundimit turko-otoman, atëherë turqit ja rënuan dhe ja dojshën kishën, ja vranë një pjesë të madhe të besimtarëve, dhe ky ishte i lodhur, ishte i mërzitur, pjesërisht ishte edhe i dëshpëruar. Me atë rast, mori vesh se në Letnicë dhe në rrethinjtë e Letnicës ka ende katolik shqiptar, një pjesë edhe kroat. Dhe atëherë ju lut e prorëve tha, unë do të shkoj vullnetarisht atje. Dhe erdhi si famullitar këtu në Letnicë. Rreth Letnicës hasi në elementin e laramanëve, apo kriptokatolikëve, apo katolikëve të fshehur, të cilët me bindje, me zemër, ishin të krishterë, por paraqiteshin para tjerëve si musliman dhe si turq. Atëherë i mlodhi disa prej pleqshve dhe i tha, pse veproni kështu? Dhe thanë, s'kemi mënyrë tjetër për të mbijetuar, sepse taksat janë shumë të rënda si të krishterë, sepse s'kemi liri fetare, sepse s'guxojmë prej perandorisë turko-otomane të paraqitemi si shqiptarë dhe si katolikë. Atë Anton Mariović atëherë u shpjegoi fermanin, tanzimatin apo dekretin mbi lirinë fetare. Në vitin 1839, fuqitë e mëdha të krishterë, Austro-Hungaria, Franca, Gjermania, Italia dhe Rusia kishin bërë tërheqësi ndaj perandorisë turko-otomane dhe me një mënyrë kishin detyruar që ta pranonte lirinë fetare. Dhe Abdul Mejidi, që ishte perandor në vitin 1839, saksisht në nëntor, me 3 nëntor të këtij viti, edhe nënshkrojti dekretin, fermanin apo tanzimatin mbi lirinë fetare. Po citoj vetëm një fjalë: të krishterët janë qytetarë të barabartë me gjithë të tjerët në perandorinë turko-otomane. Këtë gjë u tregoi atë Anton Mariović, tha, ju jeni lirë, mund të shpalleni dhe mund të jeni si katolik, mund të jeni si shqiptar, apo atë çka doni, çka ju ndin zemra. Atëherë u mlodhën krerët, pleqt në atë kohë e kanë pas praktikisht fjalën kryesore të Stuklës, të Biçës, të Banakollës dhe të Terzieve. Tyne 4 vetë banimeve dhe erdhën këtu në Letnicë para Zojës, i dhezën qirit dhe u betuan, të vdesim po, të trajtojmë jo.
Dhe prej këturit, prej Letnicës, zbashku shkuan në Gjilan të Bek Gjinolli. Bek Gjinolli ishte me prej ardhje, po ashtu Laraman, apo kripto katolik i fshekur. Dhe i thanë, Bek, ne jemi shqiptarë dhe jemi katolik. Prandaj shpallemi haptasi. Bek Gjinolli thotë, çka ju duhet kjo? Atër mundohet me premtime apo me kërcënime të ndroj mendimin. Ata thanë, ne jemi të vendosur, jemi betuar. Atër Bek Gjinolli në shenjë të hakmarrjes, i burgosi ata në burgjet e Gjilanit, dërgoi ekspeditën e ushtrisë turko-otomane në këto 4 vend banim për t'i marrë gjithë ata që i deklarohen shqiptar dhe katolik. Kështu filloi Kalvari dhe Golgota e të parëve tanë, prej Stublës, Binqës, Panakolës, Tërzije në Gjilan. Prej Gjilanit i vunë në Pranga deri në 50 okë, do të thonë dikun 47 deri në 50 kg në dur dhe në kam, dhe nisën shtektimin shpirtëror deri në Prishtinë. Në Prishtinë i mbajtën disa ditë, prej Prishtinës i transferuar në Shkup, prej Shkupit në Selenik. Kur atë Anton Marojevici dëgjoi për këtë gjë, u tmerrua dhe atëherë pjesërisht edhe i zemruar, por sidomos i frymëzuar dhe i motivuar, shkoi te Bek Gjinolli dhe tha, duhet të ballafaqohem me Bekën. Edhe po i thot, Bek Gjinolli, kush je ti që nuk e respekton fermanin, dekretin apo tanzimatin e lirisë fetare që e ka dhënë Abdul Mejidi në vitin 1880. Tha janë njerëz të lirë, kanë të drejtë të shpallën atë çka e ndin në shpirtin e zemrës. Bek Gjinolli tashmë ishte shumë i prekur nga kjo dhe e kapi frika, droja, se gjithë Karadaku e pastaj pas Karadakut një pjesë e madhe e Kosovës do të kthehen në fenë e të parëve, fenë e të vjetër. Atëherë e burgosi edhe atë Anton Marojevicin, bile këtë njeri të madh të Zotit dhe të Kishës e dënoi nën barkun e Kalit. E lidhi me Pranga dhe ai bashkë me ju bashkangjit ekspeditës së të parëve tanë, e shkoi deri në Mohaliç dhe Filadare në Turqi. Atë ishte zbashku me ta. Shkurtimisht historia e të parëve tanë është kjo, një pjesë e madhe e tyre vdiqën rrugës dhe kufomat e tyre u aqitën çajme, nuk lejuan as varrim apo selakim. Atje ndetën 2 vite dhe menduan që t'i çfarrosin në një vend moçarik, ku malaria ishte e pamundshme, kërkush nuk mund të mjetonte më shumë se 1 vit, 2 vite. Dhe turqit thanë, po i qesim aty e po i hekim shafe. Mirë po, Zoti nuk deshi ashtu. Sa vite para kësaj krysnie atë Antameroviç i shërbeu në Letnicë, para se të akuzoj dhe të kishte këtë fatër nga... 2-3 vite para se të ndodhë ngjarja e martirëve, që është viti 1846-48. Ai mendohet se ka ardhur diku në 44-45 dhe ka qenë atë shpirtëror i gjithë këtij popullit dhe bashkë me ta e ka pësuar martirizimin dhe o kthy i 79-i prej të mbijetuarve ka ardhur gjallë këtu dhe ka qenë famullitar në Letnicë. E ka thashë Zoti, është shumë simbolike edhe vdekja e tij, natën e festës së ujit bekum, apo të dëftimit, para se të hynte në kishë, të dera e kishës, infarkt dhe bjen në tokë i vdekun. Ky bor ishte përpara bashkë me varreza tjera, por njerëzit shkonin dhe kërkonin ku është ai prifti, si a dishin as emrin, se ndodhin shumë ngjarje të cilat i përngjajnë mrekullive. Ky është një specialist të themi për gratë femra të cilat nuk kanë fëmijë
vinë këtu, shtrihen para apo mbi varrin e tij dhe një pjesë e tyre edhe nxjerrin kirin me pas fëmijë. Shpesh herë kam dëgjuar për tyre rrëfimet prekse. Thojnë, kur jam shtrim mbi varrin e tij, kam dëgjuar të rrahunit e zemrës së tij. Kjo ishte shenjë e jashtme që në kryt 9 mujve kanë ardhur. Është një ngjarje shumë interesante me i peshën e dikurshëm kurat që ishte Dr. Smiljan Franjo Çekada. Tu vinë edhe muslimanët, vinë edhe ortodoksët, vinë edhe katolikët, vinë edhe agnostikët, ata që nuk besojnë asgjë, vinë edhe romët, që ne me terminologjinë ndoshta poshtërsuese i kemi quajtur mazhuk. Më kujtohet rasti kam qenë fëmijë i 3-14 vjeçar, kur një rome e kishte një fëmijë të bukur në dorë dhe i peshri i atëhershëm Çekada, unë isha si ministrant i vogël, Çekada e udhëzonte procesionin dhe ajo romja, mazhukja me atë fëmijë të mrekullueshëm në dorë, e nali procesionin dhe i tha i peshri, "Çe djali yt?" Se i peshri ishte bekuar dhe ajo ishte lutur të borri. Bani mirë të dritë pas i peshri meshtari i dikurshëm me prejardhë për Janjevës, familjitar me vite të tëra në Letnicë, Monsignor Nikola Duçkiç, që vorrin e hoqi prej andej dhe e solli këtu. Mirë po, në këtë varr janë eshtat e tij, është pllaka përkujtimore, të cilën po e shihni, dhe pllaka mbi e cila ka qenë pikërisht kështu në varr. Prandaj, atë Anton Marojviçi është pjesë e historisë, është pjesë e martirëve tanë, sidomos është pjesë e përshpirtërisë, sepse kushdo që vjen e kërkon vorrin e atij priftit që bën mrekulli. Shpesh herë si a din as emrin as mbiemrin, por e din një gjallë dhe besojnë se ndërmjetësia e tij para Zotit nxjerr thirrje dhe bekime, sidomos për gratë beronja, të cilat nuk kanë fëmijë. Sa i netën besnik mundit dhe shpalljes së fesë krishtere në rajonit tona Karabahut, Anamorales, në ditët sotit? Këto 4 vend banime, praktikisht prej shpalljes jemi shqiptar dhe jemi katolik, kanë vetë shqiptar dhe katolik, por pjesa e Anamoravës, e Karadakut, apo Mali Zi i Shkupit, si quhet në dokumente, fatkeqësisht edhe sot një pjesë e madhe e tyre janë kriptokatolik apo laraman. Në këto vend banime apo në qendra, siç është Perizaj, siç është Gjilani, siç është Vitinja, siç është Kamenica, siç është Kumanova, siç është Shkupi, apo janë edhe në Mërgim. Ata kanë mbetur ende si të krishterë të fshekur, apo kriptokatolik, dhe përsa jam këtu në Letnicë, kam takuar një pjesë të madhe të tyre, të cilët me bindje, me orientim, me përcaktim, me frymëzim, janë të krishterë. Kurse për jashta, ende paraqiten ose si agnostik, ose si ateista, ose si musliman. Shkaku i lidhjeve martesore, shkaku i ndikimit e familjeve të ndryshme, dhe shkaku i drojës e frikës e cila ka mbet ende në shpirtin dhe në zemrën e tyre. Dërat e mundaj, i njëti është edhe ai marteri dhe i Karadakut. Çfarë i lidh ka dy marterë në historinë dhe vepren fetare, ashtu edhe kombëtare shqiptare? I lidh në rënd të parë emri, të dytë kanë emrin e Shnadov. I lidh me shtaria, të dytë janë meshtar, ky ka qenë franceskan, ndërsa Abdom Antoni ka qenë meshtar diocezan, si që jam dhe unë, si që jemi pjesë dhe muse këtu në Kosovë, e i lidh martirizimi, se Don Anton Muzaj ka lindur në Varnakol në vitin 1921, si fëmijë i vogël ka jetuar Zbako me
babën deri këtu dhe si duket letnica ka qenë frymëzim për thirrjen e tij meshtarake, e ka kryer përsërish seminarin në Prizren, pastaj në Shkodër, filozofinë dhe teologjinë në Rom dhe në vitin 1945 është shkollu meshtar. Ka ardhur në Shqipëri, në Shkodër, ka qenë kancelar, ka qenë bashkëpunëtor i argjiteshbit Façi, Kaspar Façi. Ai ishte në Burg, prandaj i tha, domethënë, ti je kancelari im, ndash Zoti, ta ruajmë fen e ta ruajmë trashëgiminë prej kohënave apostolike. Dikush e hektoi këtë gjanë e Burgosën, a për 2 vite e gjys ndejti në Burg, dhe në vjesht e vitit 1947, pas rrahjeve, keq trajtimeve të ndryshme dha shpirë. Kom pas rastin ta takoj një person, ishte femën, grua, e cila ka qenë në Burg me të, dhe të regonte se si atë Anton Marojeviqi shpesher gjëmante, shpesher bërtiste, shpesher kishte dhimbje të hatashme se e rrahen në mënyrë shtezarake dhe shpesher i qiqin mbi këtë dimnit ujë të ftoftë për ta ngri e fitoj TBC-n apo tuberkulozën dhe se fundi kur e panë se po des atër e lëshuan dhe vdiq. Ky meshtar, ky martir e ka truporën apo shtatorën në kishën e letnicës dhe njerë shpesher vinë aty dhe thonë kush o ky dhe pse e keni qitë këto. Ashtë një histori, ashtë një birë i yni, i martirëve tanë, ashtë një njeri i cili me jetën e vetë, e sidomos me gjakun e vetë, e shkrojti një histori të lavdishme, si që kanë bërë shumë martirë, dhe Papa tashmë i ndjerë Francesku, bashkë me gjithë të tjere, e shpalli të lumë. Prandaj, i lumi Anton Muzaj, apo Muzic, veprejare dhe Privonakollës, e ka truporën apo shtatorën në kishën e Zoës Sarnagora në Letnicë. Sa të keni të vari, i dalë me Anton Marojeviqit, për gjithë të rinjët që sot dhe shtektojnë të gëzoja e Letnicës, çfarë duhet dinë ata konkretisht për varin që sot aktual gjindet këto, dhe cilat janë mrekullitë e tira që më së shpeshti njerëzit i dekarojnë dhe i tregojnë. Ky është një martir vullnetare, se martir mund ta kapin një kanë dhe ta detyrojnë dhe zonë. Ky i frymëzoi, i motivoi, i informoi partet tanë mbi fermanin, apo tanzimatin, apo dekretin lirin fetare. Ky, kur e pa se shkoj ndodhi atyne, nuk u da i grigjës, por shkoj vullnetare. Pra, vullnetarisht kur paraqit të Ben Gjinolli, pati një guxim të madh, ky çsoi martirizimin në mënyrë edhe më të vështirë se të partet tanë, se gjallë i lidhur nën barkun e kalit. Ky njeri e dashti mbi të gjitha Zotin, kishën katolike dhe popullin tonë. Edhe pse nuk ishte shqiptar, ky u mishrua, si që thot Shembali, jam për të gjithë dhe me të gjithë që të shpetoj disa. Prandaj, ky njeri u identifikua me të partë tanë, e ndau fatin e tyre dhe e dëshmoi fenë e sidomos dashurien ndaj Krishtit dhe kishës. Çka duhet të rinë të dinë? Duhet të dinë historinë, duhet të dinë traditën, kulturën, duhet të gjejnë rrajnë, të kthehemi vetvetes dhe të vërtetës. Atë Anton Marojeviqi dëshmon gjithë. Mrekullitë që ndodhen, apo ngjarjet që i përngjajnë mrekullive, mbi të gjitha thash populli e konsiderojnë specialist për të pasur fëmijë, ata që janë pa fëmijë, domethënë gradë beronja, por edhe shumë hire tjera. Ky njeri shpesh herë ju ka kthye njerëzve fenë, kanë ardhur
me dyshime, ose kanë ardhur si vizitor, pa ditë asgjë, kur kanë marrë vesh këtu, unë kam përjetuar mujtë e fundit ngjarje të jashtëzakonshme. Njerëz kanë ardhur dhe s'kan ditë asgjë, as pse këtu, as pse ka ardhur prej Stalinagradit e Hvare, prej Kroacisë këtu. Kur i kanë treguar shkurtimisht historinë, kanë filluar të çajnë për gëzimin, kanë rënë xhuj këtu janë lut, kanë dhënë mesh, pastaj më janë lajmëruar kur janë kthye, jemi të frymëzuar dhe të motivuar. Po jetojmë zbashku me Anton Mardojevic. Ne kemi fjalë popullore, unë do ta bëj një pyetje në fjalën tonë popullore. Se pikërisht është zvorrosur në Letnicë, la amanet për të vorrosur këto? Ose ishte familjar këtu dhe ai ka dashur me çdo kusht që të jetë familjetari i të mbijetuarve, i martëve, dhe ka ndalë fatin me ta në vujtje, në psim, në martirizim, ka dashur që edhe eshtrat e tij të jenë së bashku me eshtrat të parëve tanë. Prandaj, atë e citova, fati i popullit tim është fati im. Anton Mardojevici ndoshta s'ka ditë për imzot Pjetër Bogdanin, por Bogdani i madh e ka pas pikërisht këtë parim. Fati i popullit tim është fati im. Ky e ka bën fati i krishterëve të mi është fati im. Nëse dhe është në periodën kroate, sa është i vlerësuar nga komuniteti kroat dhe i respektuar? E njohin pak, fatkeqësisht e njohin pak, por ata që e njohin edhe e duan. Ata që e duan mundohen edhe ta imitojnë. Por për këtë arsye është me rëndësi që njerëzit e tanë që vinë në Letnicë e shtektojnë, mos vinë pa ndonjë informat bazë. Ta s'kan nevojë të jenë studius, por informata bazë është këtu, vorri i një vullnetarit, i një martirit, i një dëshmorit të fesë, i cili në moshën 53 vjeçare deshti Zoti dha shpirt, por shpirti i tij i bardhë dhe i mirë ndërmjetëson për ne para të madhërisë. Një mesazh për gjithë ata që më ndëgjojnë. Unë do të them që ti t'i përcjellësh për të kaluarën, për të tashmen dhe për të ardhmen. Si duhet mos të humbur kohë, mundet dhe verat e këtyre dhe vanteve tanë që në vanë shmosin që ne të krishterë, shqiptarë, katolikë. Pa histori s'ka as ardhmëri, prandaj t'i njohim rënjët tona, që thash edhe më parë, t'i kthehemi vetvetes dhe të vërtetës, të lejojmë që nga historia të mësojmë, të tashmen me përkushtim dhe me përgjithësi ta jetojmë dhe kështu të përgatitem një të ardhme sa më të mirë. E ardhmja jonë nuk është vorri, por është simboli i vorrit, por është amshimi i lumtur, është jeta e pasosur, është krishti i ngjatur. Monsinjor, faleminderit që gjetët kohë na shpjegoni afatën e Anton Mardojeviçit, ashtu edhe për martirin tonë në shëndetet mia, pashmi dhe jetë gjithmonë. Faleminderit, jam i emocionuar gjithmonë para ngjarjeve të tilla, sidomos para varrit të tij, të lejojmë që spaku të vdeknin apo varret të na flasin. Nëse nuk i ndëgjojmë fjalën apo porosin e të gjallëve, atëherë spaku nën toka, apo toka e të parëve tanë le të na flasin. Pashmi jetë gjatë, mos harrosh në kohë shekuj. Bashkërisht, të pasërisht. Në gjysmë të Radio Marisë, këto po përfundojmë këtë bashkëbisedim me Monsinjor Danilo Zhexhin. Unë Wilson Ukaj nga Shtetërora e Zotës së Rragore i uroj gjitha bekimet, t'i keni me mesin e juaj dhe gjithë familjet e juaja. Paqja qoftë me ju.